Jo vetëm në vëmendje të turistëve të huaj, por qyteti i Vlorës është kthyer në vëmendje edhe të parashutistëve. Grupe të parashutistëve të huaj vinë në Vlorë për të ushtruar sportin e adrenalinës. Ata hidhen nga mali Shashicës në drejtim të Bregdetit të Vlorës. Parashutistët e huaj, të cilët vinë kryesisht nga Zvicra, Franca, Gjermania dhe Italia, tregojnë se përgjatë hedhjes së tyre shijojnë pamjen e mrekullueshme të Vlorës dhe Bregdetit në lart. Duke shprehur impresionet, parashutistët thonë se qyteti të ofron kushtet e përshtatshme atmosferike në ndryshim nga vendet nga të cilat vinë. Unë hodha sot, qyteti ishte i mrekullueshëm nga qielli. Unë jam nga Gjeneva e Zvicrës dhe vi për herë të parë në Vlorë e në Shqipëri gjithashtu. Këtu më pëlqen shumë deti, qyteti është i bukur. Ndoshta rikthehem sërish. Unë vi nga Zvicra, ne po qëndrojmë këtu 2 apo 3 ditë, duke e fluturuar. Është hera e parë që vi në Vlorë, duket sikur qyteti po ndryshon shumë shpejt. Po ndërtohen me shpejtësi godina dhe gjëra të reja. Ne hidhemi prej malit, por nuk besoj se do të fluturojmë sërish sot, për shkak të motit. Ne nuk e dim sa do të qëndrojmë këtu. Ne do të shkojmë në një tjetër qytet për t'u hedhur. Varet gjithmonë nga moti. Më pëlqen Vlora kur hidhem, pasi është një det i madh dhe ka pamje të mrekullueshme kur hidhesh. Me shumë mundësi do të kthehem këtu prapë. Shumë prej tyre janë edhe parashutistë të pensionuar, të cilët këtë sport e kryejnë për pasion. Ata tregojnë se lëvizin nga një vend në vendin tjetër, duke shfrytëzuar këtë sport njëkohësisht edhe për turizëm. Krahas peizazhit të mrekullueshëm në Vlorë, ata vlerësojnë njerëzit, ushqimin, teksa garantojnë se do të rikthehen këtu sërish. Unë vi nga Franca, madje unë vi nga Marseja, nga një pjesë e Marsejës e cila quhet Lupanie. Në Vlorë është viti i dytë që vi dhe sinqerisht do të vi sërish. Qyteti është shumë i bukur dhe është bukur të hidhesh këtu. Në Marsejë është një mot me erë të fortë dhe ne nuk mund të fluturojmë, prandaj ne erdhëm këtu. Ne nuk hidhemi nga mali në det, ne rëshqasim. Fillimisht këtu më pëlqejnë njerëzit, janë vërtet simpatik dhe me ta mund të diskutosh çdo gjë, pasi ata flasin skocisht, jo anglisht por skocisht. Është shumë bukur. Ju keni gjithashtu ushqim me produkte deti, shumë të mirë. Ne do të qëndrojmë këtu një javë dhe do të kthehemi në Francë të dielën. Unë jam 71 vjeç, tashmë jam në pension. Fluturoj tashmë prej 43 vitesh dhe ky është hobi, pasioni im. Very sympathetic. We can check the hand, discuss a little bit. Switzerland. Yeah. First time to paragliding in Albania? Yeah. Unë jam nga Zvicra, është hera e parë që hidhem me parashut në Vlorë. Më parë ishim për hedhje në Berat dhe ai qytet ishte i mrekullueshëm. Këtu është një qytet i madh. Mua më pëlqejnë më tepër malet, deti por jo qyteti juaj. U hodhëm nga mali drejt detit. Më pëlqeu shumë pamja, ishte shumë e bukur. Parashutizmi është një sport me adrenalinë të shumtë. Unë fluturoj prej 37 vitesh tashmë dhe nuk dua të ndalem. Ky nuk është profesioni im. Ishte vite më parë kur unë isha një pilot hedhjeje, ndërsa tani jam një pilot nderi. Ndoshta rikthehem sërish në Shqipëri për hedhje, pasi unë kam shumë shtete që dua t'i vizitoj dhe t'i hidhem prej tyre, por më shumë më pëlqen këtu, pasi dhe njerëzit janë tepër të mirë. Grupet me parashutistë hidhen jo vetëm nga mali Shashicës, por edhe nga maja e Llogoras në drejtim të Palasës apo Dërmiut, por edhe nga pika të ndryshme të tjera në qytet.